ne do ta forcojmë ushtrin e Kosovës në krye me komandantin General Lejtnant Bashkim Jasharin. E në mandatin që na pret, për këtë ushtri do të ndojmë së paku 1 miliard euro, do të kemi fabrikën e municionit dhe fabrikën për prodhimin e dronave Made in Kosova. E në kuadër të forcimit të ushtrisë sonë përbashkët, do të fillojmë edhe programin e rezervës vullnetare për mbrojtje gjithëpërfshirëse. 7 miliard e kena gjetë ekonominë e Kosovës në vitin 2021 dhe si vjet ajo bëhet 11 miliard. Nga 7 miliard në 11 miliard. E në vitin e ardhshëm, që kjo ekonomi, që si vjet është 11 miliard, bëhet 12 miliard. E kjo rritje ekonomike është kthyer në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familje. Pagën minimale, dashur qytetarë, e kena pas 130 edhe 170 euro. 130 euro nëse i ki ma pak se 35 vjet, e 170 euro nëse i ki ma shumë se 35 vjet. Thuse paga minimale vorët për moshës. Paga minimale u rrit një herë në 264, e bënëm tash 350, me një janar bëhet 425 euro, ndërka shpej një korriku të vitit arshëm bëhet 500 euro paga mesatare në Republikën e Kosovës. Edhe në sektorin publik janë rrit paga. Buxheti gjithë mbarshëm për paga është rrit për 47%. Pra 47% është buxheti më i madh për paga tash se sa kur e kemi marrë detyren. Dhe me këtë trend në mandatin që vjen, pagën mesatare në sektorin publik do ta kemi mbi 1.000 euro. Pensionet, ju e dini që i kena gjetë 90 euro. 90 euro kanë qenë pensionet. Pensionet i rritëm i bënëm 100 euro, pas 100 euro i bënëm 120 euro, dhe jo vetëm kaq. Pensionistët për 4 vjet 5 herë kanë marrë pensionin e 13 nga 100 euro, dhe tash fundmi e bënëm pensionin 150 euro. Dhe bon, prej 90 euro, 150 euro, 60 euro shtesë i bjen për 2/3 e kena shtu pensionin brenda mandatit të. E tash të gjithë fëmijët në Kosovë, prej 0 vjet deri në 16 vjet, jo vetë që marrin shtesa, po ato dhe janë rritë. Një herë 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, pastaj 25 euro, e në mandatin arshëm do t'i dyfishojmë sërish, do t'i bëjmë shtesat 90 euro për fëmijët e Kosovës. Për nënat Lehona kemi vepruar me përkushtim, fillimisht i kena nisë shtesat 170 euro në muaj, se gjash ka qenë paga minimale, i kemi rritë si vjetë në 325.9 euro në muaj, për 6 muaj, ndërkash mandatin arshëm, për shkak se paga minimale bëhet 500 euro, 500 euro do t'jetë edhe mbështetja për gratë e reja, nëna të reja, Lehona, dhe kësisoj se cila lehon e papun në Kosovë, kur t'linë fëmi, në qatë vit i merë 3.000 euro për Mitrovicën, enkas për Mitrovicën, edhe për te jasoj çfarë than Armendi e Fatoni. 2 ura 3 mbi Luminibër, pra njëra për automjete e tjetra për këmbësor, të cilët e kam përmirësu shumë qarkullimin brenda në qytet, edhe barierën psikologjike që Ibri në ndonë në vend se të kalohet e te i kalohet shpesh, është te i kaluar. Pastaj, rruga Prishtinë-Mitrovic është një investimi madh që e ka afru Prishtinën me Mitrovicën dhe Mitrovicën me Prishtinën, edhe tash po vim prej Prishtinës Mitrovic por ma pak se 30 minuta. Afër 100 km rrugë i kena shtru në veri të Kosovës. Ky rrjet rrugor e lidh edhe veriun me fshatra për brenda, por edhe me komunat e tjera të Kosovës, ndihme madhe për banorët, studentët, ndërmarrësit e kështu me radhë. Renovimi i teatrit Muharrem Qena është një investim i rëndësishëm në trashëgiminë kulturore të qytetit, por gjithashtu edhe
renovimi për shfaqje të reja të teatrit dhe për festivalet të ndryshme, renovimi i stadiumit Adem Jashari, stadiumi më modern në rajon që do të sjellë standarde të reja për sportet dhe aktivitetet e tjera që është në punime e sipër, pastaj investimi prej 400.000 euro në këtë sallën minatori këtu në Mitrovic, duke mundësuar edhe shtimin e 680 ulseve të reja. Në Trepç, si bashk investitor, do ta inkuadrojmë një korporat të fuqishme nga bota, nga një shtet mik e aleat i fuqishëm, që na e don të mirën e që jemi miq me ta, dhe do ta përfshim në mënyrë që të investojmë shumë në Trepç për të arritur prodhimin, produktivitetin, punësimin dhe nxjerrjen e përpunimin e mineraleve dhe metaleve. E do të ndojmë edhe një fond prej 50 milion euro që të shohim se sot pasur jemi. Do të ndërtojmë spitalin e ri Mitrovic për shërbime të mira shëndetësore, do të ndërtojmë qerdhe të reja në Këshiq, Vaganic, Zhabar, Suodoll dhe tunel, dhe për këtë e keni garanci jo veç kryeministrin tuaj, por dhe kryetarin e juaj Fatëm Pecin. Do ta përmbyllim renovimin e stadiumit Adem Jashari, pastaj do ta ndërtojmë ndërtesën e re të gjimnazit dhe përmirësimin e kushteve në shkollën Abdullah Shabani, do të rregullojmë dhe zhvillojmë transportin urban dhe ndërurban për lëvizje të qasshme dhe më të rregullta për qytetarët. E kemi po ashtu programin Anemban me një bilet të integruar nga në Kosovë për 10 euro në muaj, gjithë qytetarët do të mund të qarkullojnë. Buz Ibrit është xhamia e Ibrit. Xhamia e Ibrit Xhamia e Ibrit është e vitit 1777. Edhe 2 vjet Xhamia e Ibrit i bën 250 vjet që është ndërtuar aty. E kjo xhami është djeg me 2 maj 1999. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do të rindërtojmë xhamin e Ibrit. Përveç byros për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, do të kemi edhe prokurorin e re të specializuar për çështjet e krimit të organizuar sipas modelit të shteteve evropiane që e kanë fituar betejën përkatëse. Do të vijojmë me mbështetjen e policisë dhe të institucioneve të sigurisë, me pajisje të specializuara e bashkohore me shkollim e trajnim, si dhe me armatim adekuat. E pikrisht për policin tonë dashur, për ata që duan të pensionohen para kohe, do të nisim programin për pensionim të shkallëzuar të parakoshëm me mosh dhe të shtrirë në kohë e sipas profileve, duke themeluar së pari fondin për këtë qëllim. Faza e parë do të nisë nga mosha 63 vjeç, duke zbritur vit pas viti deri te mosha 55 vjeç. Miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliard euro për vitin 2026. Miratimi i ligjit të ri për çmimet tavan për produktet bazë, heqja e kufizimit, punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që përfitojnë beneficion. Pra do të jetë mundur edhe ta marrin beneficionin edhe të punojnë. Gjithashtu është evidente që në buxhetin e vitit 2026, siç e kemi paralajmëruar, do të jetë edhe paga e 13. Mirë po, vendimi ynë, ajo që ka përbën në risi, është që paga e 13, për dallim që e thot numri, se numri 13 vjen mas 12, pagën e 13 do të japim fillim vitit në 2026. Miratimi i pakos për përballje me inflacionin
në vlerë prej 200 milion euro me mbështetje për pensionistët, fëmijët që morrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, si dhe subvencionimi i faturave të energjisë elektrike për ata që kursejnë. Pas një qerek shekulli, sot kemi siguri në Mitrovicë. Atë siguri për të cilën Ali Podrimaj do të thoshte se është fjala që nuk përkullet, fjala që mban peshën e vendit. Këtë fjalë në edhe Albini, jug e veriu u bën një drejtim, e për këtë bashkim, në emën të qytetarëve të Mitrovicës, të them halal të qoftë ty Albin. Begatin e quam në çdo shtëpi, fermerit ja kthyem besimin, sofrat tona tani kanë bekim, e për këtë prap të themi faleminderit ty Albin. Zgjedhjet e kaluara ishim bashk. Beteja ku ne fituam e sudorzuam, qytetari foli qartë me maturi, e pa kontributin ton, e atë e përshoj te për mire drejt. Andej Ibrit, për vite me radhë, kanë vepruar bandit që silleshin sikurse të ishin kryeministra të asoj zone. Kriminal të njohur botrisht, të sankcionuar dhe të dënuar, por fatkeqësisht të toleruar, madje edhe të pranuar juridikisht nga disa qeverit kaluara.